Të gjithë hani djath, por askush nuk e di se çfarë i shkakton në zemrës kur e hani në mëngjes. Shqiptarët janë konsumatorët më të mëdhenj të djathit. Një fet djathë çdo ditë e shndron edhe sallatën ose vaktin më të mërzitshëm në një gosti të shijshme. Djathi, edhe në të kaluarën ka qenë një nga produktet e bulmetit nga më të rekomanduarat për mjekët, për shkak të vlerave shëndetësore që ka. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por, a kishit menduar ndonjëherë se kur është koha më e përshtatshme për të shtuar djathin në dietën tuaj ditore dhe si ndikon ai në konsumin e përgjithshëm? Ekspertët e Healthline cilësojnë konsumin e djathit si një prej mënyrave më të mira për të nisur ditën. Mëngjesi cilësohet si vakti më i përshtatshëm për ta shtuar atë në dietën tuaj. Kjo pasi ka djathi një potencial të lartë të elementeve ushqyes që trupi mund t'i përthithë më mirë, më shpejt dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Në këtë video, sipas Eatingwell, do të listojmë arsyet pse djathi i bardhë duhet të konsumohet në mëngjes dhe përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nëse e konsumoni atë në mënyrë të vazhdueshme në recetat tuaja ditore. Djathi është shumë i thjeshtë për t'u tretur. Sipas të dhënave, djathi i bardhë është një nga produktet e bulmetit që organizmi ynë e tret më lehtë. Falë strukturës së tij, enzimat e stomakut arrin të shpërblehen më shpejt dhe në të njëjtën kohë do të lehtësojnë gjithashtu edhe problemet të ndryshme të organizmit. Një vlerë tjetër është duke qenë se ka veti anti-inflamatore, ai ndihmon në tretjen e personave që janë intolerant ndaj produkteve të bulmetit. Djathi ka një përqindje më të ulët të yndyrës. Djathi i bardhë ka 21 gram yndyrë për çdo 100 gram, duke e quar këtë produkt në shkallën më të lartë të klasifikimeve të ushqimeve mirëbërëse. Nëse ky djath konsumohet në mëngjes nga persona që kanë gjithashtu probleme me kolesterolin, ai ndihmon në ruajtjen e ekuilibrave të durë në shëndetin e tyre dhe në përthithjen më të mirë të elementeve ushqyes gjatë një diete të shëndetshme. Djathi është një nga burimet më të mira të proteinave cilësore. Përveç sasisë së konsiderueshme të kalciumit, djathi i bardhë përmban edhe proteina. Të gjithë ekspertët dhe mjekët këshillojnë në këdo që ta pasurojnë në mëngjesin e tyre me proteinë cilësore. Një nga ato që jep organizmit më shumë energji gjatë gjithë ditës është edhe mënyra se si shtoni djathin në dietën tuaj, për t'i dhënë muskujve forcën e munguar. Shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore do ta pasurojë organizmin tuaj edhe me vitamina esenciale. Djathi i bardhë është i pasur me vitamina të rëndësishme siç janë vitamina B6, vitamina A dhe fosfori. Vitamina B6 ka një funksion thelbësor për metabolizimin dhe formimin e qelizave të reja, ndërkohë vitamina A, fal antioksidantëve që ajo përmban, do të luftojë gjithashtu edhe problemet e radikaleve të lira në organizëm. Ndaj konsumi i djathit në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të mirë parandalues kundër një sëri inflamacionesh dhe do të ndihmojë organizmin tuaj t'i bëjë ballë shqetësimeve të ndryshme që mund t'i kanosin në mënyrë të pakontrolluar atij. Ekspertët tregojnë se djathi i bardhë është i pasur me nivele të larta të probiotikëve, që mund të luajë një rol të mirë pozitiv në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Djathi i bardhë është një nga produktet ideale për shëndetin e aparatit tretës. Ai përmban një numër të lartë të probiotikëve, të cilët ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve të stomakut dhe jo vetëm. Shtimi i djathit të bardhë në dietat tuaja ditore do të luajë një rol të mirë ushqyes edhe për shëndetin tuaj të kockave, duke i ndihmuar ato të qëndrojnë më të shëndetshme. Duke qenë se djathi i bardhë prodhohet nga qumshti i lopës, deles ose dhis, ai është një nga burimet kryesore të kalciumit dhe të kaliumit. Nëse ai konsumohet që në vaktin e parë të ditës, pra në mëngjes, ju i keni dhënë kështu kockave forcën e duhur për t'u përballur edhe me aktivitete të ndryshme, gjithashtu edhe për të marrë mineralet e duhura për shëndetin tuaj. Ekspertët tregojnë se
Djathi është një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën. Duke ditur edhe mënyrën se si ai është përgatitur, djathi që këshillohet të bëhet vetë në kushte shtëpie është zgjedhja më e mirë që mund t'i ofroni shëndetit. Djathi i dhis është një nga djathrat më të shëndetshëm që mund të shijohet vazhdimisht në dietat tuaja ditore, dhe ndikimet që do të merrni prej tij në organizëm do të jenë vërtet të veçanta, rigjeneruese dhe lightësuese për shëndetin tuaj. Ekspertët e këshillojnë vazhdimisht djathin e dhis si një prej alternativave më të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj përfitoni nga vlerat e djathit të dhis në vaktet tuaja ditore dhe ndihma që ai i jep shëndetit tuaj në tërësi. Djathi i dhis është i njohur gjithashtu si djathi çever dhe bëhet nga qumshti i dhis. Ai vjen në ndihmë organizmit për shkak të elementeve të lartë ushqyes që ka, do të ndikojë drejt për së drejti në rigjenerimin e tij. Djathi i dhis është i pasur me proteina, vitamina minerale si vitamina A, vitamina B2, vitamina C, kalciumi, magnezi, fosfori, kaliumi, zinku, seleni e të tjera. Djathi i dhis konsiderohet si një prej alternativave më të mira për të nisur ditën dhe për të lehtësuar gjithashtu edhe komplikacionet të ndryshme të organizmit. Ndaj, konsumi i tij në mënyrë të kontrolluar në dietën tuaj mund të sjellë një sër përfitimesh të cilat do t'i rendisim në këtë video sipas ekspertëve të Healthline. Shtimi i djathit të dhis në vaktet tuaja ditore do ju ndihmojë gjithashtu në uljen e niveleve të kolesterolit. Djathi i dhis është i pasur me acide yndyrore të pangopura që përmirësojnë kështu shëndetin tuaj kockor edhe atë kardiovaskular nga inflamacionet. Një studim i vitit 2020 i botuar në revistën Nutrient zbuloi se njerëzit mbi peshë me një rrezik të shtuar të sëmundjeve kardiovaskulare që konsumonin çdo ditë 60 gram dhije për 12 javë, arritën në mënyrë të konsiderueshme kolesterolin HDL. Shtimi i djathit në dietat tuaja ditore do ju ndihmojë gjithashtu edhe në humbjen e peshës së tepërt trupore. Ndërsa djathi i dhis bëhet nga qumshti i dhis, konsumi i tij mund t'ju ndihmojë gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt trupor. Ndaj, shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e trupit për të qenë më i ngopur në mënyrë që të rezistojë për më gjatë dhe të evitojë kështu dëshirën për ushqime jo cilësore. Shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për peshën tuaj. Ndërsa djathi i dhis bëhet nga qumshti i dhis, konsumi i tij në mënyrë të kontrolluar dhe të kujdesshme mund të lidhet gjithashtu edhe me elementët ushqyes për ta mbajtur trupin më të ngopur dhe të lehtësojë dëshirën për ushqime jo cilësore. Një raport i vitit 2017 tregoi se njerëzit që konsumonin në bazat e tyre ditore pra në mëngjes djathin e dhis patën një performancë më të mirë të shëndetit dhe gjithashtu një peshë më të mirë krahasuar me ata persona që nuk e konsumonin djathin. Djathi i dhis do të ndihmojë gjithashtu dhe do të mbështesë shëndetin tuaj të kockave. Djathi i dhis cilësohet si një nga produktet më të mira të bulmetit për të mbështetur shëndetin tuaj të nyjeve dhe shëndetin tuaj të kockave, duke i dhënë atij forcën e duhur për t'i bërë balë këtyre komplikacioneve. Sipas ekspertëve, djathi është i pasur me minerale të kalciumit që ndihmojnë në reduktimin e problemeve të osteoporozës dhe nxitjen më të mirë të shëndetit të nyjeve. Fosfori është një tjetër mineral që mbështet kockat tuaja dhe djathi është i pasur me të. Një kombinim i mineraleve dhe elementeve ushqyes të djathit do të luajë një rol parandalues kundër shëndetit të dobët të kockave dhe krijimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, e konsumoni djathin në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ditore. Ekspertët tregojnë se 40 deri në 50 gram djath dhije çdo ditë ose dhe djath të bardhë është një mënyrë shumë e mirë për të marrë përfitimet dhe vlerat e tij pa e rënduar shëndetin dhe pa i krijuar atij komplikacione të ndryshme. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.